gjetur terren tek votuesit dhe vota e diasporës. Sa mendoni se e kanë fuqinë këto dy element, qoftë forcat e reja politike, qoftë vota e diasporës, për të bërë një ndryshim apo një rotacion politik? Mendoj që këto zgjedhje kanë absolutisht rëndësi pikërisht për këto dy element. Në garë janë kryesisht dy parti të provuara dhe të stërprovuara, dy leadershipe të provuar dhe të stërprovuar, të konsumuar nga të gjitha drejtimet. Ajo që mbetet për të parë është roli që do ketë vota e diasporës. Pritshmëritë tona kanë qenë që emigrantët që janë jashtë nuk e shesin votën sepse ose kanë ikur prej keqeverisjes, ka qenë argumenti i tani këto besoj opozitës. që janë interpretime politike, por nuk besoj që ai që ka ikur në kohën e Berishës do votoj Ramën dhe ky që ka ikur në kohën e Ramës do votoj Berishën. Largimi është një lloj ikjeje jo saktësisht për një qeveri të caktuar, po ikje nga një vend për të cilin gjithkush që ka patur pushtet ka dhënë kontributin e tij për ta çuar në këtë gjendje. Por emigrantët duke qenë atje, duke integruar në ato vende, kanë fituar pa kulturë perëndimore, kanë fituar pa kulturë demokratike, nuk e shesin votën për X para sepse nuk ja ka nevojën, nuk shantazhohen për një vend pune siç e kemi ne këtu që po votove këtu do të heqin vllai nga puna me radhë. Dhe kjo pritet të shikohet se sa realist jemi në këtë. Sepse ka dhe teza që pavarësisht se kur kanë ikur, si kanë ikur, ku jetojnë, të gjithë ata kanë marrë Shqipërinë me vete, edhe pse nuk jetojnë në Shqipëri, dhe janë të interferuar politikisht po sipas të njëjtave bindje kur kanë qenë këtu, apo sipas bindjeve që kanë familjet që kanë lënë. Apo ajo që shohin nëpërmjet mediave. Apo Shqipëria që ata shohin përmes mediave ku bëhet plazh në janar. Dhe quhet sukses. Dhe pjesa tjetër, ajo e partive të vogla, pres realisht të shikoj se si do performojnë. Jo se në Shqipëri kanë munguar partitë e vogla kanë qenë gjithmonë aleate të partive të mëdha, ka patur edhe ca partitë të reja që për fat keq i kanë shërbyer shumë zhgënjimit sepse janë shndruar në parti një përdorimshe. Ato janë fabrikuar si forca politike për t'i shërbyer njërës apo tjetrës palë, duke gryer vota për të lehtësuar fitore njërit apo tjetrit, dhe me mbarimin e zgjedhjeve kanë përfunduar, janë shuar. Këto i kanë shërbyer, le të themi, asaj psikozës që të gjithë këtu mashtrojnë, të gjithë kanë interesa. Partitë e reja që futen në këto zgjedhje, së paku deri tani nuk i shikoj në këtë qasje. Por janë absolutisht të paragjykuara, sepse unë do doja të mos shikoja thjesht partitë të reja me kryetar apo drejtues të rinj në moshë, po të shikoja partitë të reja në filozofi, në qasje, në raport me publikun, në raport me të vërtetën, në raport me demokracinë. Nuk e kanë këtë qasje të re këto forcat? Këtë nuk e shikoj. Këtë nuk e gjej sepse shikoj të njëjtat modele, gati më duken si klonime. Së vinë nga njëjta shkollë, nuk kanë transparencë financiare, tani ne kemi dy partitë mëdha që, siç folëm pak më parë, nuk tregojnë asgjë se nga u mbushet thesi me para. Partitë e reja do duhet vinë me një tjetër qasje për të thënë që unë nuk jam si ky, edhe pse jam i vogël, unë aspiroj të vinë pushtet jo për të rrëzuar Ramën dhe Berishën, njëri nga pushteti dhe tjetri nga pushteti i opozitës, po për të rrëzuar modelin qeverisës. Dhe modeli qeverisës është transparencë, transparenca fillon duke partia. Një parti që nuk është transparente në opozit nuk mund të jetë transparente. Nuk prodhon dot qeveri transparente. Një parti që nuk është demokratike brenda vetes nuk prodhon dot pushtet demokratik. Megjithatë, pres të shikoj se si do të përfumojnë partitë e reja. Dhe besoj këto janë dy qasje dy risi të këtij procesi zgjedhor. Faleminderit shumë zoti Kikia për mendimin tuaj. Faleminderit, ishte kënaqësi. Kemi qenë me gazetarin Mentor Kikia për të komentuar zhvillimet e aktualitetit politik. Qëndroni me programacionin në vijim.